Njëherë një njeriut I kishte humbur sëpata. Kishte menduar se ja ka vjedhur komshiu, fqiui. Kishte kërkuar në gjitha anët, nuk I kishte gjetur. Kishte arritur në konkluzën se sigurisht ma ka marrë komshiu se ai nuk ka sopatë. Kishte parë ditën duke ecur atë, edhe sikur shihte ecjet e një njeriu që kishte qenë hajdut, që kishte qenë vjedhës. Çdo lëvizje që e bënte ai, ky me vete thoshte shiko si lëviz hajdut. Ky ma ka marrë, sigurt ma ka marrë ky, ku do shkoj sopata? Nuk kemi askën tjetër tu rrethin. Ai e ka marrë, me do e mos ai e ka marrë. Erdhi nata ra të flej. Gjithë natën nuk e zuri gjumit. Si mundi komshiu të ma bëj këtë punë? Ta marrë sopatën time. Mund të ma kërkonte, do ja jepja. Gjithë ato të mira ja kam bërë, ai ma ka vjedhur sopatën. E kaloi natën ashtu, me këto mendime. Nuk mundi të flej, t'i mbyll syt fare nga brenga e madhe sepse ja ka vjedhur komshiu sopatën. Të nesërmen, duke punuar aty në oborin e vet, I largoi një grumbull gjërash, disa degë të drunjve që ishin hudhur mbi. Djali I tij duke luajtur ditën e djeshme, ta pastroi fushën që t'los top, I ka hudhur ato mbeturinat, degët, gjërat mbi sakicën, mbi sopatë. Kur e pa, tha, këtë kishte pas qenë sopatë, nuk e pas ka vjedhur komshiu. Shikoi nga obori I komshiut, kur e pa, nuk shihte më një hajdut, ta shihte një njeri të mirë, një njeri të pafajshëm, ta nuk pas ka qenë ai hajduti. Hajduti pas kam qenë unë. Unë thaja pas kam vjedhur vetes ta gjithë natën gjumin, po më e rëndësishmja, ja pas kam vjedhur komshiu dinjitetin e tij. Nuk kam menduar mirë për të pa pasur asnjë fakt. I dashur xhamat, ne shpesh herë kemi qejf që të gjykojmë njerëzit me kornizat që ne I vizatojmë, me paragjykimet që ne I krijojmë, pa pasur fakte, vetëm me iluzionet tona. Po mendja është e atill, po ja hape një udhë. Ajo veç zhbiron, punon, vetëm bën udhë tjera. E krijon labirinthin brenda, edhe vetëm të sorollat brenda labirintit. Prandaj çdo herë kur të vinë këto mendime, pejgamberi alayhis salam si ka thënë ahsinu dhanna bin nas. Mendoni mirë për njerëzit. Kur nuk ke fakte, nuk ke argumente, mos shko të mendosh keq. Mendo mirë. Si ka thënë një njeri urt, paragjykimi është të shohësh e të mos njohësh. Pra gjykon pa pasur asnjë fakt. Allahu na ruaj të gjithë. Tani vazhdojmë me faljen e namazit.